Për këtë natë të madhe, kam sjellë recetën e havlës me qumësht, i cili bëhet shumë i sheshëm, i shkreft, në një përgatitje të thjeshtë, mund ta bëjnë dhe fillestarët. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj havle shumë të sheshme, thjesht për përgatitje. Këtë havlull mund ta përgatisin dhe fillestarët pa fije problemi. Ngjason shumë me havlën tradicionale, vetëm se kjo përgatitet me qumësht. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Në fillim ja përgatisim shërbetin. Për shërbetin na duhen 400 ml me qumësht. Qumështi e bën më të butë dhe më të shkreft havlën. Ja shtojmë një gotë 200 ml me ujë dhe 2 gota nga 250 ml me sheqer. Ja shtojmë dhe një vanilë sheqeri për aromë. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin derisa të shkrihet sheqeri. Nuk është patjetër që shërbeti të vlojë, vetëm se përzierja duhet bëhet vazhdimisht derisa të shkrihet sheqeri. Sheqeri shkrir dhe masa është gati të largohet nga zjarri, është e nxehtë. Tash e largojmë nga zjarri dhe e lajmë në një skaj të shporetit në temperaturë minimale në njësh. Pasi shërbeti është gati, tash bëjmë skuqjen e millit. Marrim një tenxhere apo një tigan të llojit që nuk nxehet dhe në të shtojmë margarinin apo gjalpin apo puter, varet se si doni që përshtatni recetës. Më e mirë do del me puter apo me gjalp, mirë po kësaj radhe ka mungesë të dyjave, do përdori margarin. Këtu kam 200 gram me margarin. Shtoj në tenxhere dhe ja shtoj një gotë 200 ml me vaj. Asesi nuk guxon kjo lloj e havlës të përgatitet vetëm se me margarin apo me gjalp. Duhet patjetër bëhet përzierja me vaj sepse do del shumë e fortë më pas havlla. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrim margarinin që të bëhet bashkë me vajin. Margarini shkrihet plotësisht, është bërë bashkë me vajin. Tash ja shtojna millin. Gjithsej mill do na duhen 2 gota, mirëpo do e shtojna pjesërisht. E ulim pak temperaturën dhe shtojmë në fillim vetëm njërën gotë, sepse nuk duhet që të na del një masë e trashë, por një masë e lëngshme. Në këtë mënyrë më e mirë do del havlla. E përzim kështu. Gotën e parë. Pastaj do e shtoj gotën e dytë. Mirëpo do e shtoj me shumë kujdes. Gotën e dytë nuk do e shtoj të tërën për një herë, do e shtoj pjesërisht. Sa më e lëngshme që të bëhet masa gjatë përgjimit të millit, aq më i mirë do del havlla. Tash fillojmë që ta shtojna gotën e dytë, do e shtoj një pjesë dhe do bëj përzierjen. Me një lugë druri do bëni përzierjen, do e keni shumë lehtë. Vetëm gjatë përzierjes duhet që të mundohuni që milli mos ngelet tokë, të përzihet mirë të fitojna një masë të njëtrajtshme. Shtojmë pjesën tjetër. Këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë sepse ndonjëherë varet nga marka e millit. Milli mund të jetë atij lloji që të del masa më e trashë. Shtojmë një pjesë tjetër. Shtojmë dhe pjesën e fundit dhe besoj se nuk duhet tjetër mill, është mjaftueshëm trashësia. Më mirë është që ta shtoni kështu ngadalë që t'ja kontrolloni trashësinë. Ka dalë mjaftueshëm e lëngshme. Tash e rrisim temperaturën në të mesme dhe fillojmë që masën ta përgojmë derisa masa merr një ngjyrë të kuqërrendë, një ngjyrë kafe të hapur.
Vetëm përzierja duhet bëhet vazhdimisht. Vetëm se ka fillu që të ndjehet aroma e miellit. Patjetër ena duhet jetë e lloji që nuk nxehet, se përndryshe nuk mund ta përgatitni havlën. Mielli ka fillu që të merr ngjyrën kafe. Tash e ulim temperaturën në të ultën dhe mielin e fërgojmë në këtë temperaturë për 3 deri në 4 minuta. Kam fërguar mielin për 3-4 minuta në temperaturën e ulët, siç e shihni e ka marrë ngjyrën e duhur. Tash e fikim zjarrin plotësisht dhe e fërgojmë dhe për rreth 1 minutë tjetër në zjarr të fikur. Tash masa është gati që t'ja kalojmë shërbetin. Kështu, marrim dhe të një garush dhe ja shtojmë pjesë-pjesë. Asesi nuk guxon që t'jetë zjarmi i rrezur kur t'ja shtojna shërbetin, sepse nga presioni i madh masa mund të dalë nga ena. Shtojmë një garush dhe përzijmë, përzierja është shumë e rëndësishme dhe ena kur ta përgatisim havlën. Përzierja duhet jetë vazhdimisht, patjetër nuk duhet të largohemi nga vendi ku e përgatisim duke bërë përzierjen dhe ena duhet jetë e llojit që nuk nxehet. Kështu e përzij. Zjarri është i fikur. Dhe kështu pjesë-pjesë e shtojmë shërbetin duke përzirë. Shërbeti zhvali nxehtë. E kam lënë në njërën pjesë të shporetit në temperaturën 1. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri. Pasi havlën e kam larguar nga zjarri, tash ja shtoj 3 lugë gjelle me tahin, krem i forave të susonit, shumë i shishëm, e bën havlën shumë të mirë, jep një shije unike. Dhe tash masën vetëm se e përzi mirë që të përhapet tahini në përgjithë havlën. Pasi e kam përzier mirë havlën me tahinin, tash e lëm që të ftohet pak dhe më pas do ja jap formën. Havla është ftohur pak, tash marrim një lugë dhe fillojmë që t'ja japim formën. Mundohem t'ja jap një formë sa më të lëmuar, ju mund t'i jepni çfarë do lloj formash, mirë po me lugë është forma tradicionale. Marrim dhe një tjetër lugë dhe nga ana tjetër, kështu, e bëjmë më të lëmuar dhe e kalojmë direkt në vendin ku do e servoj. Vetëm shumë kujdes se sa është e nxehtë i prishet forma. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë havlën, duke ja dhënë formën. Të dy lugët duhet jenë të masisë së njëjtë. Kështu, tash nga ana tjetër e kaloj që të bëhet më e lëmuar. Mundohem sa më shumë t'ja jap formën e lugës. Më bukur do del. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë.
Ja kam dhënë formën gjithë masës, pra ka dalë shumë mirë, sepër mund ta dekoroni me fëstëk, me arra, mund ta lini kështu siç është, gjithë varet nga dëshira juaj, konsumohet i vakët, konsumohet plotësisht i ftohtë, mund të qëndrojë në frigorifer rreth 10 ditëve, kështu nëse mbuloj me diçka. T'ju demonstroj nga afër se si duket, që shifni ka dalë i butë, i mirë, nuk është shumë i fortë, pasi kam bën kombinimin e vajit me margarinin. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë havëm me qumsh që bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës, urime nata e madhe.